Dhe më jenë shumë keq. Erdhi tha Rozana. Ai nuk e tha. Nuk e tha në asnjë moment. Nuk ka për ta thonë një herë. Dhe unë po i thoja, E di ku do ta thotë ai? Do ta thotë të martën para gjithë shqiptarëve. Para gjithë shqiptarëve? Sa shu ka qef ai. Më thotë mua më fal? Ai do audiencë. Unë nuk kam për ta fal asnjëherë atë njeri. Ai person Kur? Nuk bën dot asnjë gjë. Kur nuk do ta fal? Për audiencë. Jo, ka pas kohë mjaftueshëm për të kërkuar falje. Fusi pas që të martën ka për të thënë fal. Unë nuk do ta fal kur. Në rregull, po ta them unë që i fusi me bas që të martën, ai do filloj do bëj aty miqi do të shtrihet në gjunjë, siç bote me trëndafile, çfarë bote atëherë, se s'kam qenë. Siç bote me trëndafilat, do më do, mirë, okay, s'ka. E shu ka për të bë. Do më falësh, do filloj do qaj, do i bëj ato sytë e kuq, e kupton? Do bëj ato sytë e kuq, do filloj buza kështu. Për të vënë presion, ty që të falësh, se po nuk falet ti e keqja. Asnjëherë s'kam për ta fal. Jo, po flas se kupton se ku. Po. Jo, nuk e fal. Do të thotë do bëj të njëjtin person që i boni Jozi Rozanës. Po. Jo. Jam keq? Jo, le të më gjykojnë gjithë shqiptarët. Është po njëjta situatë. Jo, nuk e fal. Po është po njëjta situatë. Jo, nuk e fal. Veç po që e budallë ti, pse unë për zotin unë s'flas më për 20 vitet në vërtet. Lali, unë jam gocë komisari, mërë. Unë kur nuk jam shitur, as nuk jam blerë.